Lezha ka përkujtuar shkrimtarin Due Gaspri në 5 vjetorin e ndarjes së tij nga jeta përmes një aktiviteti homazh të zhvilluar në ambientet e bibliotekës Gjergj Fishta. Në këtë veprimtari ishin të pranishëm shkrimtar, poet, krijues, miq dhe familjar të ndjerit, të cilët sollën në kujdes jetën dhe veprën e tij letrare. Gjatë aktivitetit të pranishmit, vlerësuan kontributin e çmuar të Due Gasprit në letërsinë shqipe, duke e cilësuar atë si një frymëzim për brezat e rinj të krijuesve. Ne jemi të nderuar se përkutojmë një ndër shkrimtarët më dinitos të letrave shqipe, të thoshte Viktor Gjikola prej Lezhë. Jo lezhjan, po shkrimtari i letrave shqipe që ka pas fatin të lindi në Zadrimet, jetoi në Lezhë. Është një prej atyre autorëve që i ban ner me veprën e vet dhe këto fjalë bashkohen me kujtimet e veçanta. Sot jemi 5 vjet masi loja ka ngurjet, por në fund secili njeri në këtë botë vjen dhe ik, por Nuk Gaspri ishte një njeri i cili mund ka bërë shumë përshtypje që para 20 vjetë shafërsisht kur e kam njohur në këtë stallë, në një nga këto stalla, në një promovim libri, një njeri që kishte lexuar shumë dhe gjykonte për librat e të tjerëve. Me bë të përshtypje tek nuja skrupuloziteti të shkruar, të treguar për ne dhe për një përpjekje figurative se edhe kopertinat Due Gaspri i ka zgjedhur vetë për librat e tij. Familjarët e Due Gasprit u shprehën se ky përkujtim për ta është një vlerësim i madh për figurën dhe trashëgiminë që la pas, duke e falendëruar të gjithë ata që mbajtën gjallë kujtimin e tij. Ky autor është i njohur edhe në diasporën shqiptare të Shtetit Bashkuara të Amerikës, sidomos në Detroit, për vetë faktin që ky autor ka luftuar për lirinë natyrale. Është një përkushtim vërtet shumë i bukur dhe na ka besoj edhe në këtë takim që po bëjmë së bashku këtu, na bën se ai kujtojmë Due Gasprin në shumë plane. Unë jam shumë më i vlerësuar për kënaqësinë e këtij angazhimi të gjithë ju, një aspekt shumë gjanë pjesëmarrjes dhe normalisht pozicioni im është shumë i vlerësuar. Due Gaspri u nda nga jeta në vitin 2020, por la pas një krijimtari të gjerë letrare, me plot 10 romane të botuara, që vijojnë të lexohen dhe të vlerësohen edhe në ditët e sotme.